Ankimimit në gjykatën kushtetuese që Partia Demokratike i ka bërë reformës territoriale, i shtohet një tjetër kërkesë për rrëzimin e saj. Paraditën e kësaj të premteje, përfaqësues të 82 bashkive e komunave dorëzuan në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve kërkesën për mbajtjen e referendumeve lokale kundër ndarjes së re territoriale me 61 njësi. Nisma e 82 bashkive e komunave vjen pas thirrjes së banorëve, të cilët u janë drejtuar me një peticion ku kërkonin referendum për hartën e re. Sipas kodit zgjedhor, për mbajtjen e peticionit duhet që grupet nismëtare të kenë të paktën 12 firma të banorëve të zonës përkatëse. Jo vetëm demokratët e kanë kundërshtuar këtë reformë me argumentin se harta e re shkrin komuna duke shkelur sipas tyre kushtetutën, por edhe kreu i shtetit Bujar Nishani, pak muaj më parë, riktheu për rishqyrtim në kuvend reformën administrative, e cila u rivotua më 1 shtator nga mazhoranca qeverisëse dhe mori edhe votat e deputetëve të PD-US. Referendumet lokale u paralajmëruan si strategji e Partisë Demokratike kundër ndarjes së re territoriale, po që prej miratimit të kushtetutës se deri më sot në Shqipëri nuk është organizuar asnjëherë një referendum lokal.